Ne folim për çështjen e cilësisë zgjedhjeve. Ju thatë që jeni dakord që cilësia e zgjedhjeve ka qenë skandaloze. Skandal, po. Sigurisht nuk kanë vjedhur kuti, sepse vjedhja në kuti ka kohë që nuk funksionon në Shqipëri dhe nuk përdoret fare në përgjithësi. Ju dhe si mendoni, duke lexuar raportin e OSBE-dirit, duke parë reagimin e Partisë Demokratike, a mund të klasifikohen këto zgjedhje të pranueshme apo të papranueshme? Atëherë, janë të pranueshme apo të papranueshme në funksion të kush është subjekti do t'i pranojë. Tani, ne pam ju, për shembull, a janë njerëzit që ju takonin juve, a ndiheshin të shantazhuar pak më vonë nga një zyrtar i shtetit? Unë kam patur kandidat për deputet, të cilët kishin prindrit që punonin në shtet dhe ju bënin presion prindrëve. Prindrëve të kandidatit. Kështu që mos unë e di shumë mirë. Mua më akuzojnë sepse kam qenë transparent me financimin e partisë politike, kam thënë që kam vënë paratë e mia, kryesisht pjesa më e madhe se ka patur edhe kandidatë të tjerë, mbështetës të tjerë që kanë. Ja akuzon pse paratë. Ndërkohë Partia Socialiste harxhon 10 miliona euro, mos themi qindra miliona euro, le që s'ka limit, ka një buxhet pa limit. Pa kontroll. Pa kontroll, kupton? Alex, nuk si mund të jenë këto zgjedhje në kushte barabarta, si mund të jenë zgjedhje të pranueshme. Por ajo që do të them, pse thash në varësi nga subjekti, ne pam që erdhën gjithë një javë pas zgjedhjeve, zgjedhje të cilat do kishin pranuar kur në vendet e tyre, se kjo është e vërteta. Por që për Shqipërinë thonë, mëse Shqipëri është këto zgjedhje të pranueshme janë. Më thoni në cilin vend të botës, në cilin vend botës perëndimore, do pranoj si një gjë normale që të mbyllet një nga rrjeti social më i madhi dhe për komunikimin si TikTok-u një muaj para zgjedhjeve. Më thoni ku do pranoj gjë të tillë. Më thoni ku në cilin vend demokratik do pranoj që brenda listës së majorancës do kishte të akuzuar për korrupsion nga SPAK-u. Ishin të arrestuar apo të hetuar dhe me akuzë të komunikuar. Më thoni në cilin vend kjo do ishte një gjë pranueshme, normale. Qartësisht një kërcënim për drejtësinë. Dhe po marr vetëm disa raste, por mos folur për Elbasanin ku dalin anonime apo për Durrësin apo në të tjera. Por ajo që është e rëndësishme që të kuptojmë, ky është realiteti ku jemi. Vim ndërkombëtarët dhe thonë, po mëse për Shqipërinë mirë është. Se Shqipëri kjo qëllimi ynë dhe shoqëria, ne do flasim me shoqërinë. S'duam shoqëria, ne mund mos i pranojmë. Unë mund mos i pranoj zgjedhjet. Por i pranon shoqëria apo si pranon shoqëria këto zgjedhje? A ka fuqi të reagojë shoqëria, është puna edhe po si pranoj? Ka fuqi, po tani ne duhet jemi të vetëdijshëm se ku jemi. Shiko, ne po diskutojmë për zgjedhjet tani. Si mendoni ju këtë? Se ju thatë që është e vështirë rotacioni. Ne po diskutojmë. Duke nisur nga këto gjë, apo jo? Tani unë mendoj këtë. Nëse bën zgjedhjet pa pranueshme, nëse shoqëria s'reagon. Ne nuk duhet të diskutojmë. Unë mendoj që ne nuk duhet të diskutojmë për zgjedhje ose të diskutojmë për zgjedhjet, por ne duhet të diskutojmë për zgjidhjen. Cila është zgjidhja? Nga sot edhe tutje, cila është zgjidhja? Zgjidhje pas zgjedhje. Më fal, cila është zgjidhja? Ose më mirë, çfarë mund të bëjmë ne? Ne çfarë mund të bëjmë? Kjo është arsyeja pse unë kam kërkuar, edhe kur isha brenda Partisë Demokratike. Unë mendoj që në kushte të tilla, kur hapësirat për të arritur një rotacion politik në Shqipëri janë shumë të vogla, janë jashtëzakonisht shumë të vogla, në këto kushte opozita do të jetë perfekte. Nuk ka zgjidhje tjetër. Duhet të jetë perfekte, duhet të jetë e besueshme. Opozita në këto kushte nuk duhet të gabojë asgjë. Nuk duhet të gabojë, se unë flas për veten time. Unë di që nëse dua të jap një zgjidhje, duhet të jem unë unë do të shkoj një nga vetja dhe pastaj ti them se njerëzit duan zgjidhje nga unë. Nuk duan që unë të ankohem të them sa legen ky si Rama, si e bëri, si i volli. Duan të dëgjojnë edhe ato, po duan të shohin nga unë. Dhe unë prandaj kam të thënë gjithmonë, o burra, të vazhdojmë të denancojmë korrupsionin, pa drejtësit, shkelet në zgjedhje, por mos të harrojmë, duhet ne të bëjmë të besueshëm. Dhe kam të mërë në Partisë Demokratike. Dhe ditin që kam dalë se unë ba besimin se kjo do ndodhte aty. Por i ka të gjitha partia, opozita, ka të drejtën e saj dhe ka evidenca dhe fakte sa të duash nga sot edhe në 5 ditë të ardhshme të ketë alibin që pse ka humbur zgjedhje, sepse zgjedhjet nuk kanë qenë demokratike të nivelit perëndimor. S'kemi nevojë të bindim askënd. E din gjithë. Si ndryshon? Dhe mirë çfarë do të japim. Problemi si ndryshon. Dhe unë mendoj që duhet të fillojmë, po me luftë, cila është? Me luftë kapimarmët. Po me si ndryshon pra? Nëse zgjedhjet janë të paravendosura.
Që thoni rotacioni është shumë i vështirë. Unë them që e kam thënë gjithmonë edhe më kanë akuzuar agron si futesh ti në zgjedhje, duke thënë që qeveria bën gjithçka për ta bërë rotacionin politik të pamundur. Kam thënë gjithmonë, hapësirat për të bërë rotacionin politik janë shumë të vogla. Dhe për të shfryzuar ato hapësira duhet jemi perfekt. Këtë kam thënë. Parlamenti i ardhshëm do ketë 83 deputet maggjorancës dhe me gjasa deri në shtator mund të shkojnë edhe 92-93. Këtu s'është më të Së sepse kështu që opozita është themi katandishur, po mund të shkojnë unë janë të gatshëm të gjithë ushtarë për të shkuante nga ana tjetër. Dhe opozita ka numrat që ka për momentin. Ju jeni 2 deputet. Tani, ju keni 8 vite në parlament dhe e dini, një deputet ka 1 minutë kohë për të folur, mund të përdorni iniciativë vetëm, po që asnjëherë nuk është dëgjuar. Tash si do jetë mundur, çfarë do bëni ju që zëri juaj mos jetë thjesht kritik, po të jetë zë efektiv? Vitin e fundit në parlament, nëse keni ndjekur me vëmendje, sidomos nga opozita, nga që unë kam qenë aktiv në parlament, kam qenë shumë aktiv në parlament, me ato hapësirat të 1 minutë, që një thua ti 2 minutë, po dhe pa minuta fare, se ti opozitin e bën edhe jashtë parlamentit, filluan dilnin fjalë që unë kisha mbështetje gjoja nga maggjoranca, se maggjoranca kishte zgjedhur mua që unë të isha opozita. Ku në fakt, ata përkundrazi, mua mbyllën biznesin, sepse fola për një gjë që askush tjetër nuk foli. Për mandatin e Xhaçkës, sepse unë e kam shkuar në parlament. Unë e kam ngritur si çështje. Unë jam përplasur me Xhaçkën dhe pastaj erdhën të gjithë nga pas, sepse kuptuan që nuk mund të heshtin më. Dakord? Dhe më mbyllën biznesin, kështu që mundësia një nga problemet që kemi patur, do ta themi, ka qenë që jo gjithmonë opozita ka qenë e vërtet. Dhe hapësira për të bërë një opozitë të vërtet, ka sa të duash. Dhe nuk është limit, por dhe me 1 minutë, me 30 sekonda. E di sa është fjala në parlamentet perëndimore, se sa mund të flasin deputetët? E di sa mund të flasin? 2 minuta. Nuk ka. 2 minuta, sa ata janë ja 500 veta. 2 minuta. Duhet i thuash në 2 minuta. Po, ata po flasin atje në perëndim. Po jo, por edhe këtu, nëse thua gjën e dur, nuk të duhen 20 minuta. Po pra, unë thash... Mjaftojnë 2 minuta, 3 minuta. Ti thua thelbin përkundrazi. Sa më shumë flet, aq më shumë nuk do të thuash atë që duhet. Po është inflativ, nuk mbetet asgjë. Mbetet asgjë. Pastaj problemi tjetër ka qenë që çfarë është thënë aty, tjetër, unë kam patur raste ku pas jam përplasur në parlament, kam dalë jashtë parlamentit dhe mediat që janë 20 kamera aty të turën në përgjithësi, sa po i shikon të turën, bënin sikur ishin të zënë me çfarë tjetër. Ka personazhe, po ashtu kishin marrë, ja priste na doli çështja. Ka deputet aktual ose personazhe të njohur të opozitës që do donin të afroheshin te forca juaj? Shiko, ka patur gjatë parlamentit të shkuar, ne na ofruar shumë deputet të Partisë Demokratike që donin të bashkoheshin në Partinë Mundësia.